Po sëmurin popullatën me produktet e tyre, shteti ngre padin ndaj Coca-Cola dhe disa kompanive. Qyteti i San Franciscos paditi të martën Coca-Cola dhe kompani të tjera me prodhues të tjerë të ushqimeve ultra të përpunuara, duke i akuzuar ata se me vetëdije i kanë sëmurur banorët e Kalifornisë me produkte që krijojnë varësi dhe janë të dëmshme. Prokurori i qytetit David Kiu ngriti padin në gjykatën e lartë të San Franciscos, duke pretenduar se kompanitë përdorin taktika të ngjashme me ato të përdorura nga industria e duhanit për të artuar dhe tregtuar produkte që synojnë të krijojnë varësi nga konsumatorët. Padia akuzon kompanitë për shkelje të ligjeve të Kalifornisë mbi shqetësimin publik dhe marketingun mashtrues. Këto kompani krijuan një krizë të shëndetit publik, ato përfituan shumë dhe tani do të duhet të marrin përgjegjësi për dëmin që kanë shkaktuar, tha ai në një deklaratë. Ndërsa ushqimet ultra të përpunuara janë përhapur, shkalla e obezitetit, kancerit dhe diabetit është rritur, pretendon Padia. Si sëmundjet e zemrës dhe diabetit, të dyja të lidhura me ushqimet ultra të përpunuara, janë ndër shkaqet kryesore të vdekjes në San Francisco, me shkallë të lartë të diagnostikimit midis komuniteteve minoritare dhe me të ardhurat ulta. Përfaqësuesit e pronarit të produkteve Oreo, Mendes, Coca-Cola dhe Kraft Heinz nuk ju përgjigjen menjëherë kërkesave për koment. Sara Gallo, nën kryetare e politikave të produkteve për shoqatën e markave të konsumatorëve, një grup tregtar që përfaqëson shumë nga kompanitë, tha në një deklaratë se aktualisht nuk ka një përkufizim shkencor të dakordsuar për ushqimet ultra të përpunuara dhe përpjekja për t'i klasifikuar ushqimet si të padëmshme thjesht sepse janë përpunuara ose demonizimi i ushqimit duke injoruar përmbajtjen e tij të plotë ushqyese i mashtron konsumatorët dhe përkeqëson pabarazinë shëndetësore. Qyteti po kërkon dëmshpërblim dhe gjoba civile për të kompensuar kostot e kujdesit shëndetësor, së bashku me një urdhër gjykate që u ndalon kompanive të angazhohen në marketing mashtrues dhe u kërkon atyre të ndryshojnë praktikat e tyre. Edhe pse përkufizimi i ushqimeve ultra të përpunuara mbetet në debat, studiuesit në përgjithësi aplikojnë atë për shumë ushqime të lehta të paketuara, ëmbëlsira dhe pijet gazuara të bëra, duke përdorur teknika përpunimi aditiv dhe përbërës industrial dhe kryesisht që përmbajnë pak ushqime të plota. Sipas zyrës së Kius, sëmundjet e zemrës dhe diabeti, të dy janë të lidhura me ushqimet ultra të përpunuara, janë ndër shkaqet kryesore të vdekjes në San Francisco, me një shkallë më të lartë të diagnozës midis komuniteteve minoritare dhe me të ardhurat ulta. Padia akuzon kompanitë për shkelje të ligjeve të Kalifornisë mbi shqetësimin publik dhe marketingun mashtrues. Në një raport publikuar nga sekretari i shëndetësisë i Shtetet Bashkuara të Amerikës, Robert Kennedy Jr. në maj, administrata Trump vuri në dukje ushqimet ultra të përpunuara si ndër shkaqet e një epidemie të sëmundjeve kronike tek fëmijët në vend. Padia shënon rastin e parë që një komunë ka paditur për pretendimet se kompanitë ushqimore kanë tregtuar me vetëdije ushqime ultra të përpunuara që shkaktojnë varësi dhe janë të dëmshme. Në San Francisco përfaqësohet nga avokat nga Morgan & Morgan, firma që qëndrojnë pas një padije të mëparshme mbi pretendime të ngjashme të ngritura nga një burr nga Philadelphia, i cili tha se ishte diagnostikuar me diabet të tipit 2 dhe sëmundje të mëlçisë yndyrore jo alkolike si 16 vjeçar për shkak të konsumimit të ushqimeve ultra të përpunuara, shkruan New York Post.